Realisht kjo do të ketë një ndikim signifikant në zhvillimin ekonomik të Kosovës, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Evropiane për ndërtim. Kosova parashihej që të ketë një zhvillim ekonomik në mbi 4% në vitin 2025. Do të thotë me një rritje prej 9,5% nëse e krahasojmë me vitin paraprak. Mirë po, ky ngjerç politik si duket do të ndikojë në uljen e zhvillimit, për shembull të reflektuar në brutoprodhimin vendor, i cili do të jetë dikon, apo kjo humbje nëse përkthehet në shifra, do të jetë dikon prej 200 deri në 300 milion euro në vitin që po hyjmë, domethënë në vitin 2025. Po ashtu nëse shikoni në përqindje, do të thotë humbja do të jetë prej 1,5 deri në 2,5% mesatarisht. Kjo do të thotë rrezikon që të zëmtësoj perceptimin e qytetarëve të Kosovës për të ardhmen e vendit, po ashtu ndikon në zëmtësimin e besimit se qytetarëve që investojnë në ekonominë e vendit, të investitorëve nga diaspora, si dhe të investitorëve të huaj që dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Po supozojmë nëse kemi pas një sasi të investimeve të huaja në vlerë rreth 700 milion euro vitin e kaluar, kjo këtu mund të rrezikojmë na që jo vetëm se investimet do të vazhdojnë të shkojnë në sektor të cilat nuk janë shumë produktive në zhvillimin ekonomik, mirë po ashtu do të humbim edhe në terma total të investimeve që do të përjetojmë në këtë vit. Nëse po flasim gjithëherë nëse ky ngjerç ekonomik vazhdon. Për shembull, aktualisht Kosova i humb dikon rreth 61 milion euro në fondet e Bashkimit Evropian për zhvillim në vitin 2025 dhe po ashtu i ka humb në mbi 12 projekte të Bashkimit Evropian nga viti i kaluar, për shembull projekte të cilat ndërlidhen me zhvillimin e infrastrukturës, fondeve që do të jepeshin për firmat e madhësive të vogla dhe të mesme, për kulturë, për zhvillim në edukim, teknologji e kështu me radhë. Do të thotë humbjet janë shumë dimensionale nëse ky ngjerç vazhdon.